Suedia po ecën përpara me planet për të ulur moshën e përgjegjësisë penale nga 15 në 13 vjeç në raste të rënda, ndërsa përballet me një numër në rritje të fëmijëve të rekrutuar në bandat për të kryer krime dhe të mos ndëshkohen. Ministri i Drejtësisë Gunnar Stormer tha se vendi ishte në një situatë emergjente dhe se ndalimi i përdorimit të fëmijëve në rrjetet kriminale ishte një detyrë thelbësore për qeverinë, por disa autoritete përfshirë policinë, zyrtarët e burgjeve dhe prokurorët e kanë kundërshtuar planin, me disa të shqetësuar se kjo mund të çojë në faktin se dhe fëmijët tanë më të vegjël të bëhen shkelës të ligjit, nëse miratohet legjislacioni do të hyjë në fuqi që në verën e këtij viti. Stromer këmbguli se propozimi nuk përbënte një ulje të përgjithshme të moshës së përgjegjësisë penale dhe do të zbatohej vetëm për krimet më të rënda siç janë vrasja, tentativat për vrasje, shpërthimet e rënduara, veprat penale me armë dhe përdhunimi. Sipas propozimit, disa nga këta shkelës mund të përballen me dënime me burg të raste të saktuara. Të dhënat nga Këshilli Kombëtar Suedez për parandalimin e krimit tregojnë se numri i veprave penale të regjistruara të lidhura me të dyshuarën në moshën 15 vjeç është dyfishuar gjatë dekadës së fundit. Qeveria aktuale erdhi në pushtet në vitin 2022 duke u zotuar të godas krimin e organizuar.